Lulzim Veliu, një analistin nga Kosova, e kam në komunikim të drejt për drejt për të bërë një pasqyrim, një analizë të shkurtër të rëndësisë së këtyre zgjedhjeve. Zoti Veliu, përshëndetje, faleminderit për këtë minuta në Klan News. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Fillimisht, sa e rëndësishme është kjo garë, sepse edhe Albin Kurti, edhe presidenti Vjosa Osmani tentuan ta ndajnë pak në lidhje me zgjedhjet e parakohshme, po duhet thënë fakt se këto zgjedhje janë me mjaft interes edhe për shkak të krizës në të cilën ndodhet Kosova, dhe kjo ndoshta u reflektua edhe tek rezultati i raundit të parë. Një analizë në lidhje me rëndësinë e procesit të sotëm fillimisht. Po, përveç rëndësisë lokale që kanë zgjedhjet aktuale që bëhen në Kosovë, kanë një rëndësi të veçantë edhe në nivel nacional, për arsye se tani Kosova është në ngërç politik, po gati një vit që Parlamenti i Kosovës nuk ka marrë asnjë vendim dhe nuk ka votuar asnjë ligj apo projekt ligj që ka viti 2024, po kemi vitin 2025 me shpërndarjen e kuvendit, mbajtjen e zgjedhjeve, certifikimin e rezultateve, takime dhe tentativa për të arritur deri në marrëveshje, të cilat tentativa nuk kanë arritur sukses dhe Kosova tash edhe në fund në mesin e nëntorit është ende pa qeveri, pa institucione, pra jemi me më tepër se 10 muaj me një qeveri teknike, apo me një qeveri në detyrë. Në detyrë, po. Po, jo teknike, pra në detyrë, është e gabim. Por, dhe përderisa zgjedhjet lokale dhe balotazhi i sotëm janë zgjedhje të rregullta normale që bëhen në çdo 4 vite, për këtë arsye këtu e kanë edhe një rëndësi të veçantë, pasi se sipas të gjitha asajve, sipas të gjithë asaj çfarë po shihet, Kosova do të shkojë në zgjedhjet e përgjithshme brenda këtij viti, pra në muajin dhjetor, për arsye se nuk kemi ende arritjen e një shumicë absolute e cila do të mundsonte krijimin e qeverisë Konjufsani. Kush e fiton Prishtinën, zoti Veliu, në bazë të analizës suaj? Po, në bazë të gjitha asaj çfarë është është një rezultat i ngushtë, për arsye se asnjëri nga kandidatët nuk ka arritur të krijojë një diferencë të madhe në vota në rundin e parë, për arsye se kemi pasur edhe një kandidat shumë të fuqishëm nga Partia Demokratike, Urani Ismaili, po. Nuk arriti të kalojë në balotazh, edhe pse për mendimin tim ka qenë një nga kandidatët më të mirë për qytetin e Prishtinës, mirë po në bazë të asaj të pozicionimit të partive, edhe pse nuk kemi një koalicion të deklaruar në mes Partisë Demokratike dhe Lidhjes Demokratike, zgjedhja e kandidatit në Prishtinë do të mbaret nga votat që vijnë nga subjektet e tjera të cilat nuk janë pjesë tani e balotazhit, pra nga Partia Demokratike dhe Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, dhe këtu janë votat që do të bëjnë diferencën në mes të dy kandidatëve, e sipas të gjitha gjasave dhe sipas të gjitha asaj çfarë është parë, kandidat fitues mund të jetë ish kryetari përparim Rama, pasi kemi një pozicionin të fuqishëm të subjekte politike kundër lëvizjes vendosur në të gjitha komunat e tjera. Ndërkohë, zoti Veliu, edhe në Mitrovicën e Jugut është parë një rëndësi shumë e madhe e garës, ka analistë, gazetarë të cilët thonë se në fakt i gjithë kabineti i qeverisë në detyrë është pozicionuar dhe është stacionuar atje, sepse Kurti ka Faton Pecin, ministrin e bujqësisë, një prej personave të besuar, i cili kandidon përballë Arjan Tahirit, një emër relativisht i ri në politikën e Kosovës, që kandidon nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, ndërsa aktualisht kryetari i Mitrovicës së Jugut është Bedri Hamza, kandidati për kryeministër në zgjedhjet e 9 shkurtit nga Partia Demokratike e Kosovës. Sa interesante është gara atje? Po, është mëse e vërtet se një garë shumë e ngushtë dhe shumë interesante është edhe në qytetin e Mitrovicës, dhe lëvizja vetëvendosje, por edhe kryeministri dhe gjithë kabineti qeveritar është interesuar që në çdo mënyrë të marrë drejtimin e komunës së Mitrovicës, Mitrovicës së Jugut në këtë rast, pasi që ne e dimë se e gjithë betejë politike në rang vendi e lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrit aktual ka qenë Veriu i Kosovës dhe ka qenë kryesisht komuna e Mitrovicës, dhe në këtë mënyrë mundohet të dëshmoj edhe një herë për të arriturat që ka pasur qeveria gjatë mandatit të saj në komunën e Mitrovicës. Këta kanë një kandidat, pra Faton Pecin, që është i njohur në politikë si antar i Lidhjes Demokratike të Kosovës, pastaj me kalimin e tij në listën Guzok, listë e cila është në koalicion me lëvizjen vetëvendosje, mirë po është një kandidat që në periudhën e fundit kohore është folur shumë për skandale brenda ministrisë që ai ka drejtuar duke ndarë funde e grande
për personalitetet të afërm të partisë, njerëz që nuk kanë asgjë të bëjnë në bujqësi, por vetëm se i kanë qenë kandidat apo kanë qenë të afërm të njerëzve të lëvizjes vetëvendosje, pastaj duke dhënë fonde të ndryshme të gjithë familjarëve, një numër të madh, nuk themi të gjithë, por një numër të madh të familjarëve të tij në komunën e Mitrovicës, kurse në anën tjetër kemi Arionin i cili në fakt për politikë është shumë i panjohur, mirë po është parë se është një djalë shumë i përgatitur, një djalë që ka treguar për cilësinë e tij dhe e ka fituar besimin e qytetarëve, edhe pse në fakt vetëvendosja ka pritur që Mitrovicën ta marrë në rundin e parë, mirë po llogarit dolën ndryshe dhe sipas të gjitha gjasave ai do të jetë kryetari i ardhshëm i komunës së Mitrovicës. E qartë, ndërkohë çfarë interesi ka në këto zgjedhje të balotazhit, sepse në vitin 2021 patën një interes 5% më të ulët, pra 43% votuan në raundin e parë të zgjedhjeve dhe më pas në balotazh ra në 38% interesi i qytetarëve. Mundet që sërish edhe kësaj here të ketë një interes më të ulët në balotazh apo edhe e gjithë situata politike, edhe e gjithë retorika e kryetarëve të partive mund t'i kenë nxjerrë të besuarit ose qytetarët për të votuar, zoti Veliu? Jo, unë mendoj se edhe kësaj radhe do të kemi një numër më të vogël se në rundin e parë, për arsye se i kemi shumë simpatizant dhe militant të subjekte politike të cilat tani më nuk janë në garë dhe ata me siguri se nuk do të jenë pjesë e zgjedhjes, nuk e shohin interes dalin të votojnë kandidatin e partive të tjera dhe kjo është një nga arsyet që do të kemi një numër më të vogël të njerëzve që do të marrin pjesë. Po mirë, por shkuar në anën tjetër, unë mendoj se këto zgjedhje janë shumë të rëndësishme për Kosovën, në mënyrë pasi që votimi i komunave do ta bëjë të qartë edhe një herë forcën e subjekteve politike të cilat janë duke i ndezur motorët elektoral për zgjedhjet e përgjithshme parlamentare. Duke pasur parasysh të gjitha ato çfarë është zhvilluar në rundin e parë dhe tani në balotazh do të shohim sonte në mbrëmje rezultatet e tyre, shihet se Partia Demokratike e Kosovës përkundër problematikave dhe për të brendshme në aspektin asambleistëve doli forca e parë politike në Kosovë. Pra e te i kaloi edhe Lidhja Demokratike, por edhe Lëvizjen Vetëvendosje dhe tani me numër është forca kryesore saj përket asambleistëve. Saj përket kryetarëve të komunave, ata kanë marrur ferizoj njëra nga komunat e mëdha të Kosovës qysh në rundin e parë, janë në garë të fuqishme edhe në Prizren, por edhe në Mitrovicë. Ndërsa anën tjetër, Lëvizja Vetëvendosje siguroi 3 komuna në rundin e parë. Unë mendoj se edhe komuna e Gjilanit do ta marrë sërish Lëvizja Vetëvendosje, por vazhdon të jetë në garë edhe në 12 komunat në tërësi. A ka ndikuar tek dhënia e fondeve nga qeveria qendrore që drejtohen nga Lëvizja Vetëvendosje tek komuna e Prishtinës që është drejtuar nga Përparim Rama, kandidat fitues i 4 viteve të fundit nga Lidhja Demokratike e Kosovës, zoti Veliu? Po unë mendoj se dhënia e fondeve apo ndarja e fondeve nga qeveria në komunat në të cilat ka udhëhequr vetë Lëvizja Vetëvendosje është parë ndikimi i saj dhe e fituan pa asnjë problem Mitrovicën, Shtimen dhe Kamenicën në të 3 komunat të cilat ka udhëhequr edhe përpara Lëvizja Vetëvendosje dhe kanë bërë kryesisht ato fonde që janë të ndarë nga Lëvizja Vetëvendosje që nuk kanë qenë proporcionalisht me numrin dhe me madhësinë e komuna, por është dhënë më tepër në komunat, janë realizuar në shumë projekte në këto komuna dhe kanë bërë që qytetarët t'i besojnë sërish kandidatëve të tyre nga Lëvizja Vetëvendosje. Sa i përket Prishtinës, nga kryetari aktual Përparim Rama, kemi pasur ankesat të mëdha për pengesat që kanë ardhur nga komuna e Prishtinës, nga qeveria, por edhe nga ministritë e veçanta për mos realizimin e projekteve të mëdha. Në këtë rast do të vlen të përmendet Unaza e madhe e qytetit, që është një projekt shumë i madh dhe shumë i rëndësishëm për qytetin e Prishtinës, një projekt që ndihmohet me diku 60 milion falas, por edhe një kredi të butë për të realizuar dhe unë e shoh si shumë të nevojshme dhe do të ishte një zgjedhje e madhe për kryeqytetin, pra krijimi i Unazës
së madhe të qytetit. Përditësimi i fundit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë thotë se deri në orën 11 kanë marrë pjesë 6.4% e qytetarëve me të drejtë vote. Nuk e di se si është kjo shifër kur po kalojmë tashmë gati tek gjysma e ditës ose gjysma e kohës që kanë në dispozicion qytetarët atje për të votuar, zoti Veliu. Po mund duket një numër shumë i vogël i pjesëmarrësve deri në këto momente. Është ora 11, për ta sqaruar, është ora 11 dhe ndoshta në këto 2 orë mund të kemi një përditësim pak më vonë. Po. Megjithatë 6% është një numër shumë i vogël. Patjetër. Unë uroj që të kemi një zgjim të qytetarëve të dalin dhe të vendosin në 4 vite e kanë mundësi një herë të zgjedhin kryetarin e tyre dhe i ftoj të gjithë qytetarët e 18 komunave që tani janë në balotazh të dalin dhe të zgjedhin personin më të mirë, të zgjedhin kandidatin më të mirë dhe të lënë partitë anash, pra të merren me kandidatët dhe jo me subjektet politike. Pasi që bashkitë janë ato të cilat përballen me problematikat janë të parat që përballen me problematikat e qytetarëve që nuk janë të pakta në Republikën e Kosovës. Faleminderit për këto minuta zoti Veliu. Faleminderit, ishte kënaqësi. Gjithashtu edhe për ne, ishim me analistin Lulzim Veliu nga Kosova, i cili na bashkua drejt për së drejti. 6.4% është pjesëmarrja atje sa i takon të dhënave të fundit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Përpara se ta mbyllim, vetëm një kalim të shpejtë të pjesëmarrjeve sa i takon zgjedhjeve në 5 bashki në Shqipëri, referuar dhënave në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Pjesëmarrja në 5 bashki është 10.64% deri në këtë